Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 4 gusht dhe Kisha Jonë Ortodokse në këtë datë na nxit lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 21, vargu 23 deri në vargun 27. Le të lexojmë këto vargje dhe të komentojmë sipas hetëve. Kur hyri në tempull, krejt e priftërinjve dhe pleqtë e popullit ju afruan, ndërsa i mësonte dhe i thanë: "Me ç'pushtet i bën këto gjëra dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet?" Dhe Jesusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Dhe unë do t'ju bëj një pyetje, dhe nëse ju do të më përgjigjeshit, unë gjithashtu do t'ju them me ç'pushtet i kryej këto gjëra. Pagëzimi i Joanit nga erdhi, nga qielli apo nga njerëzit?" Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë: "Po ti themi nga qielli, do të na thotë pse atëherë nuk i besuat. Nëse i themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma sepse të gjithë e konsiderojnë Joanin profet." Dhe ju përgjigjen Jesusi duke thënë: "Nuk e dim." Atëherë ju tha atyre: "As unë nuk do t'ju them me ç'pushtet i bëj këto gjëra." Pra, si ti komentojmë këto vargje? Le të lexojmë varg për varg dhe të mbështetemi tek etrit. Kur hyri në tempull, krejt e priftërinjve dhe pleqtë e popullit ju afruan ndërsa i mësonte dhe i thanë: "Me ç'pushtet i bën këto gjëra dhe kush të ka dhënë këtë pushtet?" Shënia Gojarti vëren se arsyeja nuk buronte nga dëshira për të besuar, por nga zilia. Pra, ata kërkonin gjoja arsyetim për Krishtin, por në vetvete ata kishin një zili për Krishtin, kundërshti. Ata nuk mund të mohonin mrekullitë e Jesusit, prandaj sulmonin autoritetin e tij. Jesusi mësonte në tempull si Zoti i tempullit, ndërsa udhëheqësit e shikonin vetëm si njëri pa një mandat zyrtar, prandaj kishin zili dhe çmir dhe kundërshti. Shën Ilari thotë se ata kërkonin autoritetin njerëzor, ndërsa autoriteti i Krishtit vinte nga Ati. Edhe sot njerëzit mund të kërkojnë diploma, tituj ose meratime njerëzore si burime të vetëm të autoritetit. Por Jesusi kujton se autoriteti i vërtet e një besimtari ose një nxënës i tij lind nga bindja ndaj Perëndis dhe nga jeta e shenjtë, jo vetëm nga pozita. Prandaj kjo nuk do të thotë se nuk duhet kemi një dëshmi nga institucioni kishtar për të bërë një shërbim brenda kishës. Patjetër duhet ta kemi. Por dëshira, zellji që ne kemi për të përhapur fjalën e Perëndis ose për të zbatuar porositë e Perëndis nuk vijnë nga autoriteti njerëzor, vijnë nga autoriteti hyjnor, nga shpirti i shenjtë i Perëndis që banon brenda nesh. Jemi në vargu 24 ku na thuhet: "Dhe Jesusi duke u përgjigjur tha atyre: Edhe unë do t'ju bëj një pyetje, dhe nëse ju do të më përgjigjeshit, unë gjithashtu do t'ju them me ç'pushtet kryej këto gjëra." Shënia Jonë Gojarti thotë se Jesusi nuk shman përgjigjen, por ai zbulon se ata nuk janë të gatshëm ta pranojnë. Shën Agustini Hipos shpjegon se Krishti vepron si mësues i përsosur. Para se të jap të vërtetën, ai zbulon gjendje shpirtërore tek dëgjuesit e tij. Prandaj shpesh nuk duhet të përgjigjemi menjëherë të gjithë pyetjeve që na bëjnë, por së pari ne duhet të mendojmë për përgjigjen dhe duhet edhe të shqyrtojmë zemrën dhe motivet tona. Pse po japim këtë përgjigje? Jemi në vargun 25 ku na thuhet: "Pagëzimi i Joanit nga erdhi, nga qielli apo nga njerëzit?" Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë: "Po të themi nga qielli, do të na thotë pse atë nuk i besuat?" Prandaj, nëse ata do pranonin se Joani ishte një profet, do të detyroheshin të pranonin edhe Jesusin, sepse Joani dëshmoi për Krishtin. Pra, tha: "Ja qingji i Perëndis që shtyen mëkatet e botës." Shën Agustini thekson se Jesusi çonte dëshmia që ata tashmë e njinin, ata e dinin Joan Pagëzorin dhe e pranonin ose populli e pranonin si një profet. Kështu shpesh kërkojmë prova të reja, ndërkohë që nuk i bindemi dritës që kemi marrë tashmë. Ai njeri i cili kërkon të dyshojë për besimin ose të kundërshtojë besimin, ai ngjan atij zogu që shkon në një deg dhe nuk qëndron, po shkon në një deg tjetër dhe kështu ai nuk kapet asnjëherë. Prandaj nuk duhet të diskutojmë shumë me heretikët, të cilët nuk janë të interesuar për besimin, po janë të interesuar për të kundërshtuar. Edhe Krishti, shikoni se sa përgjigje të sakta dhe, si them, një bisedë koncize bën me këta farisej hipokrit, të cilët nuk donin të mësonin të vërtetën për Krishtin, por donin ta kapnin në fjalë dhe donin si them ta luftonin nga çmira dhe zilia dhe hipokrizia. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë.
Vargu 26 na thot, në qoftë se themi nga njerëzit kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e konsideronin Joanin profet. Pra, Joan Gojardi thekson se ata nuk ishin frikë nga Perëndia, por nga opinioni publik. Pra, frika se do humbisin prestigjin është një pengesë për besimin. Kjo shpesh kap njerëzit të cilët kanë një pushtet, janë një lider, ata shikojnë pushtetin e tyre të lidhur me njerëzit, por ndryshe është autoriteti që ke nga Zoti, sepse ky autoritet nuk varet nga njerëzit, është një autoritet që varet nga lart, dhe sikur gjithë njerëzit të dalin kundra, ti duhet të qëndrosh në atë çfarë ka thënë Zoti, ashtu si qëndroi edhe Zoti Jezu Krisht, si qëndruan apostujt, si qëndruan shenjtorët dhe martirët, dhe nuk u interesuan se çfarë thoshin njerëzit, por si thanë apostujt kur ballën në Sinedër me priftërinë, që i ndaluan të flasin për Krishtin. Çfarë duhet bëjmë? Dëgjojmë më shumë Perëndin apo juve? Patjetër që duhet dëgjuar Perëndia dhe jo njerëzit. Qoftë njerëzit janë gabim dhe janë në mashtrim, nuk duhet të dëgjojmë. Edhe sikur na hidhen gjithë kundra dhe na kundërshtojnë, ne duhet të qëndrojmë në të vërtetën dhe jo të bëjmë manipulime siç bënin farisejt, shikonin opinionin e njerëzve dhe mbanin ballanca për të ruajtur pozitat e tyre. Edhe sot mund të zgjedhim atë që është popullore në vend të asaj që është e drejtë dhe hynore. Frika nga mendimi të tjerëve mund na largojë nga e vërteta, dhe kjo nuk është gjë e pazakontë dhe pa ndodhur edhe brenda institucionit kishtar. Dhe lexojmë në vargu 27, dhe ju përgjigje Isui duke thënë, nuk e dim. Atëherë ai u tha atyre, as unë nuk do t'ju them me ç'pushteti bëj këto gjëra. Dhe Shën Agustini shpjegon se Isui nuk e mohon të vërtetën e atyre që e kërkojnë me sinqeritet, por ai u mohon atyre që e refuzojnë me vetije, pra nuk e duan të vërtetën. Ata thjesht duan të rreken me të vërtetën. Shën Joan Gojardi thotë se heshtja e Krishtit është një formë gjykimi. Ai që refuzon dritën që ka nuk merr dritë më të madhe. Dhe njeriu që mbyll zemrën e tij ndaj të vërtetës bëhet i paaftë të njohë atë edhe kur e ka përballë. Mbani mend kur Pilati u përball me Krishtin, dhe Krishti tha unë kam marrë për të vërtetën, dhe Pilati thotë kush është e vërteta? E vërteta ishte përballë Pilat, e mishëruar. Prandaj çështja është njerëzit që nuk duan ta mësojnë të vërtetën, nuk është nevoja t'ju flasësh dhe nuk duhet t'ju flasësh. Nuk duhet të merresh me ata. Çfarë thot apostull Pavli? Me sektarin, me heretiku, po një herë, dy herë, pastaj mos folën nëse ai kundërshton, sepse ai është i dënuar në ndërgjegjen e tij. Ai do të besojë ashtu, do ta kundërshtojë mësimin dhe doktrinën e vërtetë të kishës. Prandaj mos rrekemi me heretikët ose me ateistët ose me njerëz të cilët nuk duan besojnë dhe të harxojmë energji dhe të konfliktohemi dhe me dialog. Jo. Ne do t'i dëshmojmë, nëse ata nuk duan, ne do t'i lëmë të lirë. Nuk i braktisim, sa ata mund njerëz të afër, do lutemi për ata, por nuk do rrekemi me ata. Vetëm nëse ata pastaj kanë interes për të mësuar për besimin ton, atëherë po jemi detyruar të flasim, dëshmojmë me dashuri. Perëndia respekton lirinë e njeriu. Kur dikush kërkon me zemër të hapur, Zoti i zbulohet. Ai zbulon veten e vet. Kur dikush kërkon të vërtetën për ta kundërshtuar ose për të justifikuar veten, edhe përgjigja më e qartë nuk do ta bindë. Si thuhet në një shprehje të psalmet, ai që më sillet me hipokrizi do t'i sillen. Pra, Zoti na sill ashtu si ne i afrohemi atij. Dhe këtë nuk e bën se ai është hipokrit ose e manipulohet, por Zoti është i vërtetë. Zoti jep njeriu atë që kërkon. Do të vërtetën, Zoti ta zbulon të vërtetën. Do të mbetesh te gënjeshtra, mbeto te gënjeshtra. Është liria jote. Prandaj kjo është përgjegjësia që ka raca njerëzore, sepse ka aftësi për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra, kur ajo zbulohet, dhe ka përgjegjësi ta pranojë ose ta mohojë atë. Mesazhi kryesor i jetërve të kishës për këtë pjesë ungjillore është: zilia është ajo që nuk na lejon të pranojmë veprën e Perëndisë. Prandaj zilia është diçka shumë e keqe. Edhe kur e kemi ndaj njeriu, duhet ta ndalojmë se ai mund të kthehet dhe zilin ndaj vetë Zotit, sepse te çdo njeri është Zoti. Frika nga njerëzit, e cila bëhet më fort se frika e shenjtë ndaj Perëndisë, është shumë e gabuar, sepse na pengon të ecim në rrugën e Zotit, jemi në rregull me Perëndin, sepse kemi frikë njerëzit. Si thot një shenjtor, të paktën të kemi frikë Perëndin, asa kemi frikë njerëzit. Po ne kemi më shumë frikë njerëzit se sa Perëndin. Krenaria e cila pengon njeriu të pranojë të vërtetën edhe kur e njeh. Krenaria është një mur që të ndan nga Zoti, sepse i ri kundra Zotit. Është kundër natyrës së përulur të Zotit. Është frymë demoniake. Prandaj dhe kur e vërteta është aq afër, njerëzit krenar nuk e pranojnë atë. Nga ana tjetër, Jesui na mëson se vërteta nuk u jepet si argument për debat, por si dritë
për ata që janë të gatshëm të pendohen dhe të bindën të vërtetës, të pranojnë të vërtetën. E vërteta nuk diskutohet, është absolute, dhe kjo absolute është në Krishtin. Prandaj, para se të kërkojmë përgjigje nga Perëndia, të pyesim veten: a jam gati ta pranoj edhe nëse më kërkon të ndryshoj? Prandaj shpesh ne nuk marrim përgjigje të pyetjeve tona, të lutjeve tona, sepse ne duam atë që duam ne, jo atë që do Zoti. Siç ishte një oshënar që i thoshte një, pse nuk na thoni një fjalë? Dhe ai thoshte: në qoftë se ju do ta mbani, do t'ja them, po qoftë se nuk e ta mbani, pse do t'ja them? Pra, të mos e masësh të vërtetën sipas mendimit të shumicës, kjo është shumë e rëndësishme, por sipas vullnetit të Perëndis. Të kujtoj se autoriteti i Krishtit nuk varet nga miratimi njerëzor. Ai është biri i Perëndis dhe Zoti i tempullit, i kishës. Të jemi të sinqertë në kërkimin ton, një zemër e hapur merr dritë, ndërsa një zemër e mbyllur me egoizëm dhe krenim mbetet në errësirë përballë të vërtetës dhe mbetet në gënjeshtër. Kështu pra duhet të kuptojmë atë çfarë lexuam sot në Ungjillin sipas Mateut dhe të interpretuar sipas ëtërve të kishës. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.